Unë jam Osman Stafa, banori i Durrësit. Më vjen mirë nga ai pozicioni i këndshëm që keni ulur dhe ajo që predikoni në lidhje me debatin e famshëm i fjalë të reformës territoriale. Është bukur me fjalë të klasësh, po është shumë e vështirë të kuptojsh. Sepse ju duhet kuptoni realitetin për hir të vërtetës. Nuk duhet bëj politik dhe kam dëshirë të jem shumë i hapur sepse të gjithë jemi qytetarë dhe banorë të këtij qyteti. Ky mund të jetë debat midis të majtës dhe djathtës, po jo një debat publik për qytetarët dhe me qytetarët. Në do një debat me qytetarët dhe për qytetarët, duhet të zbresim o në shesh dhe të jetë i hapur për publikun, ose atje ku janë problematikat. Por ky është thjesht një takim formal me të punësuarit e bashkisë dhe të opozitës. Kjo është realiteti dhe mos shtiremi sepse banorët, qytetarët na njohin. Kjo është e vërteta. Në lidhje me reformën, kur flasim për reformën kemi parasysh diçka. Çfarë nuk kupton termi reformë? Do thotë që diçka nuk ka shkuar mirë, ka çaluar dhe ndërhym për ta riparuar. Reforma territoriale për hir të vërtetës nuk është një çelës suksesi i pushtetit vendor, por përkundrazi. Pse? Tek e fundit fare çdo reformë është në shërbim të qytetarit. Por unë shoh që shërbimi ndaj qytetarit është larguar dhe jo afruar. Nuk bëj e përsëris dhe herë nuk bëj politik. Po flas mbi realitete dhe nëse duan jap dhe fakte dhe argumente. Unë do t'i them një dy gjëra që janë të dhimbshme për shoqërinë shqiptare për hir të vërtetës. Kjo është produkt i reformës territoriale. Besoj Romanatin e keni dëgjuar gjithë si fshat. Ka qenë një nga zonat më të interesante dje dhe sot, buzë rrugës nacionale. Një fshat me shumë banor, goxha i populluar me një pozicion goxha strategjik. E lejmë rrugën dhe infrastrukturën që ka mizerio, por në atë zonë ka 2 vjet dhe gjysmë që s'ka lindje. Dhe kjo është e dhimbshme. Rushkullin besoj e keni dëgjuar, sepse ka dhe plazhin goxha të bukur turistik. Buzë rrugës, pra buzë detit. Edhe në Rushkull ka mbi 1 vit të gjysmë që s'ka lindje. Edhe unë po jo dërtohem juve, zoti Mazniku, klasës politike në tërësi, banorëve këtu, se tek e fundit fare në darkë të gjithë jemi banor të një qyteti. Ky është realiteti dhe ne duhet jemi më të kujdesshëm. Reformën territoriale do ta shohim si reformë shërbimi, jo si një reformë elektorale për të shërbyer pushtetit sot. Në qoftë se ne, unë do t'i them diçka. U fol këtu për Ishmin dhe më erdhi mirë që 2 banorë të Ishmit folën dhe diskutuan probleme. A dini ju që tek komplekset turistike ka ujë pa mbarim dhe tek fshatrat Buz nuk ka ujë? Kush ka oponencë për ndryshe të vijë dhe nesër e ballafaqojë me faktin. Këto janë realitete. Unë ju them një gjë shumë të thjeshtë. Në Rushkull ka një shkollë, e cila ka patur afërsisht rreth 700 nxënës para 10 vitesh. Sot disa janë 169. Mas disa vitesh, klasa e parë, e dytë, e tretë mund mos ketë nxënës fare. Ky është një shqetësim madhor. Unë mund ta drejtoj Gishin shumë mirë tek kryetari i bashkisë, por respektoj rregullat që keni vendosur ju. Por unë po ju them një gjë shumë të thjeshtë juve. Sepse zotëria foli për Manzën dhe tha që mbledhim çdo vit kaq milion euro. Por në qoftë se për kaq vite, atëherë ku kanë shkuar këto para? Sepse po do ta përmbyll. Ju keni hall në minutazhet, kurse unë kam pra duhet prezantoj problematikat reale për hir të vërtetës. Ne kemi hadhin që të flasin sa më shumë pjesëmarrës. Ndoshta unë nuk ligjëroj bukur, por i kam të drejtë për drejtë shqetësimet e mi zonjë. Dhe këto janë realitetet për hir të vërtetës. A i dini ju që zonat rurale pothuajse nuk kanë investime fare? A i dini ju që në Durrës, sepse po të drejtojmë Gishtin, mund ta mbyllësh, se mbyllë vetur. Por këto janë problematika zonjë. Zoti Mazniku, zoti Boçi, këto janë realitete. Dhe në doni ti prekni, zbrisni atë në terren dhe jo tim podium. Faleminderit. Ju përshëndes gjithëve.